Ndërkohë, ka pasur një vendim sot nga GKK pas kërkesës Marashit, i cili është i dënuar për jetë për masakrën e urës vajgurore, bëhet fjalë pra për Fran Marashi. Janë kërkesa që bëhen për 41 bis, pra janë vendime të marra nga Ministria e Drejtësisë në lidhje me disa persona të cilët mendohet që gjatë kohës që janë në burgje vijojnë aktivitetin e tyre kriminal, informacionet të ardhura në rrugë të ndryshme nga drejtoria e burgjeve, nga shërbimi informativ, por edhe nga rrugë të tjera, dhe janë vendimare të cilat merren nga Ministri i Drejtësisë. Kompetente për ta shqyrtuar çështjen është gjykata e posaçme. Në të gjitha rastet, kërkesat janë rrëzuar dhe ditën e sotme ka qenë Fran Marashi, një nga ata që ka bërë kërkesën për të kundërshtuar vendimin për futjen e tij në 41 bis, kërkesë në fakt që është shqyrtuar nga gjyqtari Erion Bani dhe është rrëzuar. Faleminderit Keti Banushi për gjitha këto informacione në mënyrë të zgjeruar që na përcolle nga SPAK dhe GKK.